أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله në falenderojmë për këtij fargje dhe ndihmë kërkojmë kanë Allah subhanahu wa taala e udhëzon udhëzimin e tij të drejtë, nuk ka kush e humb. Ndërsa të cilën lënë të humbur, nuk ka kush që udhëzon udhëzimin e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Vleni në radhë të parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashtu si që jemi mësu zbashku çdo të mërkur duke marrë për virtyteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo duke lexuar gjithsesi librin Virtytet e të dërguarit, sonte me emrin Allahut kemi arrit te kapitulli 40 që është babun ma jaa fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli që është transmetuar për ibadetin që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kapitull Imamu Tirmidhi rahimahullah, kur I ka përmend hadithet që I ka përmend, që realisht janë 22 hadithe ndër këtë kapitull, I ka përmend hadithet që ka të bëjnë me namazin e natës. Domethënë e ka emëru me një titull të përgjithshëm që është ibadeti I pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndërsa ndër këtë kapitull ka nisë me I përmend hadithet që kanë të bëjnë me namazin e natës. E mbas kapitullve të tjerë, pas këtij kapitulli vjen menherë namazi I duhas, përmend ibadetet të veçanta, pastaj leximin si ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj si ka qajt Rasuli alayhi salatu wassalam gjatë adhurimeve kur ai ka vepruar kështu me radhë. Domethënë, ama ky kapitull ka të bëj me hadithet që janë përmend se si ka fal namazin e natës pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dy hadithet e para që janë me një ndryshim shumë të vogël, po me kuptim të njëjtë. Hadithi I parë është hadithi I Mughir ibn Shu'bas, ku thot قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Hadithi I parë është hadithi I Mughir ibn Shu'bas, që na tregon thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I dërguari I Allahut falej derisa ju ajshin komt e tij. Kur e pyeten ndokush edhe I thonte përse ngarkon aq shumë veten, kur Allahu ti ka fal gjitha mëkatet e mëpashme dhe ato të pasme të arshme që do t'i bësh, ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigjte dhe thonte si mos jam rob falënderues. Ky thamë është hadithi I parë që e ka përmend Imamu Tirmidhi. Po e ka përmendë më njëherë mbas këtij hadithi edhe hadithin e Abu Hurairës, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u falte derisa ju ajshin komt pejgamberit alayhi salatu wassalam. E kur I thonte pse vepron kështu ja Rasulullah, pse ngarkon do thot veten, kështu I dërguami I Allahut thoi ke pejgamberi alayhi salatu wassalam, si mos t'jem unë rob falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tash dëshiroj mu ndal pak me fol diçka rreth këtij hadithi, apo gjithsesi në dy haditheve. Nëse shiqojmë vëllezër dhe motra, I shiqojmë këto dy hadithe. Në radhë të parë me kënd kemi të bëjmë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Shisha subhanallah. Wallahi ladhim, duke përgatit ligjëratën mendoj thosha subhanallah. Shisha çfarë rob I mirë e falënderues ndaj Allahut ka qenë Rasuli alayhi salatu wassalam. Allahu po përgëzon, po I vjen ajeti Allahu te baraka wa taala, shesh ka thot Allahu subhanahu wa taala në surën Fath për këtë çështje thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهدك صراطا مستقيما. Shisha subhanallah, që thot Allah subhanahu wa ta'ala, edhe shisha këtë rob të mirë, si ka vazhdu pas këtij përgëzimi. Allah subhanahu wa ta'ala po i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe këto fjalë pi regjistron në librin e tij famlar që mu lexu këto fjalë derisa të ekziston kjo botë, po thot ne ty të dham një fitore të sigurt, po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ajeti i dytë më nërë çka? Po thot ashtu që Allahu pas kësaj fitore që ta dhuroj ty, Allahu t'i fal tha gabimet e mëparshme që ai ke bo, edhe gabimet e ardhshme që ta plotësoj thot mirësinë e tij ndaj teje e të udhëzoj në rrugën e drejtë. Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam përgëzon dhe po i thot se gjunat e mëparshme që ai ke bo, edhe të ardhshmet ne t'i kem fal. Që i bie ti e prej xhennetlive o Muhammed. Edhe a do të hynë xhennet kush para këtij burrit të madh? Ama shiqo ky, apet pasi pi merr gjitha këto përgëzime prej anës Allah subhanahu wa ta'ala, po i garantohet xhenneti, ky apet po ngritet natën, ky bekum, alayhi salatu wassalam, edhe pi namazit ti gjatë që e bënte natën, ju ajshin komt e ti, alayhi salatu wassalam. Ju ajshin komt e ti për qëndrimit gjatë në kom që e bëjke ky bekum, alayhi salatu wassalam. Atëherë, nëse ndalemi edhe mendojmë, edhe thëmi, kur ky bekum xhennetin e garantum po, gjunahet e fal me ato të mëparshmet e të ardhshmet, edhe apet pe e bon ton këtë përpjekje në adhurime, ku mbesim unë e ti? Ku mbesim ne që nuk dim Zoti ana i fal gjunahet? Nuk dim a do të hymë në xhennet. Edhe disa prej neve kur i shiqan jetojnë opton si me pa pas garantum xhennetin. La ilaha illallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhennetin e ka pas garantum. Xhennetin e garantum. Edhe ky i bekum ka vazhdu me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala, derisa kom të ti jon aj t'u fal tër natën t'u fal. Sa që, shiqo subhanallah, dyrët e xhennetit nuk do të hapen dyrët e xhennetit, derisa do të thot nuk vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me trokit aty, edhe që shka në transmitimet vërteta, kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe troket tek dyrët e xhennetit, kujdestari aty tek dyrët e xhennetit, thot kush është? Thot jam Muhamedi, thot jam urdhëruar mos mi hap dyrt askujt para teje. Askujt para teje, edhe shiqo ky bekum, mbas gjitha këtyne përgëzimeve, vulja pejgamberve, i dashur i Allahut, apet e ka kalu natën, t'u fal, ju kanë aj kom të ti pi namazit, edhe pi qëndrimit gjatë që e kanë bon kom, alayhi salatu wassalam. Ku mbesim na? Ku mbesim ne të shkretit, që nuk dim se ku është kthimi jonë, nuk dim çka do të na pret nesër në ditën e kiametit. A do të na falen gjunat tona, a do të jem pi xhennetlive. Para dashurit e mi, ky është modeli jonë që ne duhet ta ndjekim, edhe duhet ta pasojmë. Edhe nuk duhet të vetë kënaqemi me adhurimet që na i kryjm. E bën namazin, agjeron, lexon Kur'an, ku ta di unë e sadaka. Jo, nuk duhesh të vetë kënaqesh, duhet të vazhdosh. Se kjo është mësimi, apo kjo është yrneki i jonë, që o modeli jonë, Muhamedi alayhi salatu wassalam, pas gjitha këtyne përgëzimeve, vazhdonte me adhurime, vazhdonte ky bekum, e adhuronte Allahun subhanahu wa ta'ala, sa që ka në transmitime, e kalonte natën me 2 ajete. Një ditë për ditëve Bilali radiallahu anhu, që kishte për detyrë me ardh edhe me zgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, erdh me e thirr për namaz sabahut, kur i trokiti pejgamberit alayhi salatu wassalam, dol pejgamberi alayhi salatu wassalam, mjekra e tij zhbo çull prej vajit, kur e pa Bilali radiallahu anhu, e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë gjendje,
Po Bilali edhe sahabet në përgjithësi, nuk ishin ata që i leshin me kalu gjërat. Po e pyti, tha, ja Rasul Allah, o i dërgumi Allahut, që të boni ma anë këtë gjende që mjekra jote mu bot qull për i lëtëve tu. Pejgamberi s.a.s. tha, ja Bilal, tha, o Bilal, më kanë zbrit, tha, 2 ajete. Më kanë zbrit 2 ajete, mirë për atë njeri që i lexon këto dhe nuk mediton rreth këtyre 2 ajeteve. Është fjala për 2 ajetet në surën Ali Imran ku Allah subhanahu wa taala thot inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar, me të vërtet me krijimin e qiejve dhe të tokës, me ndryshimin e natës dhe ditës. La ayatin li ulil albab, ka fakte, argumente për ata që janë të zotërit e mendjes. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ata që përmendin Allahun në këmbë, ulur, shtrim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ata meditojnë, mendojnë rreth krijimit të qiejve dhe tokës. Kur meditojnë dhe zhyten në krijimin e qiejve dhe të tokës, thonë subhanak ma khalaqta hadha batilak, i pastër je o Zot, nuk i kriju këto, nuk i kriju këtë. Faqina adhaban nar, na ruaj për zjarmit xhenemit. Këto 2 ajete pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kanë bërë tër natën me çajt. Ku mbesim na dashurit e mi? Ku jemi ne? A ke mendu do njerë me dal edhe me ngrit kryt nga qielli me kqyr qiellin? E ke pa sa i bukur është natën kur qielli është i pastër, domethënë yjet shihen. Pa ke mendu rreth kësaj se kush e krijoi këtë qiell? Kush pe bën këtë ndryshim? Te e ke pa çfarë preciziteti? Lind dielli, bëhet dritë, fillon dita. Vazhdon dita. Perëndon dielli, fillon më urësu nata, vjen nata. Kush pe bën këtë ndryshim? Këto Allah subhanahu wa taala nuk e ka bëu që ne opton veç me i po. Disa njerëz opton si lën për shtypje as pak kjo. Jeton 60 vjet e shet, ditë, natë, apo s'jalen shes jalen. Kur si shkon mendja më ka dalë më rëse. Kush është ky që pe bën këtë ndryshim preciz? Asnjë ditë nuk vanon nata apo dita. Jo, preciz, krejt çdo gjë në precizitet. Për atë Resuli alayhi salatu wassalam, kur meditoj për këtë fakt të madh, qajti ai bekum alayhi salatu wassalam. Edhe Bilali kur e pa këto, i tha dhe Bilali i tha, ja Rasulallah, o i dërgumi Allahut, tha nuk ti ka falë Allahut gjinohet e ma parshme dhe të arshme, dhe mek, je ke mundon vetën o i dërgumi Allahut. Jo them këse sahabet e kanë dashur shumë Rasulin alayhi salatu wassalam. Nuk kanë pas qef asnjëherë me pat shqetësum, të mërzitum. I tha ja Rasulallah, a nuk ti ka falë Allahu më katët e ma parshme, edhe të arshme, çka i tha Rasuli alayhi salatu wassalam? Si u përgjigj Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tha afala akunu abdan shakura, tha si mos t'jem rob falëndërues. Për ati dashur jem, vllai nderuam, edhe motër e nderuame. Allahu ta ka jep udhëzimin, ta ka jep imanin, ta ka jep besim. A je falëndërues ti ndaj Allahut që Allahu ta ka bu musliman? A ke pyet ndonjëherë veten mu ndal me thon, mu Allahu më ka bu musliman. Mu Allahu më ka bu nasib me bo namazin. Me fal namazin, po a je ndal me falëndëru, a je ka e jep për ball këtij, kësaj mirësie, kësaj begatije, shukrin apo ja bën Allahut falëndërimin. Që Allahu thot, wala in shakartum la azidannakum, nëse ju falënderoni, unë ja ushtoj begatit juve. Çka nën kupton nëse ti e falënderon Allahun se ti ato pe e beson? Allahu ka me ta bo jetën që ti me jetu rahati. Nëse ti e falënderon Allahun se Allah po ta bën nasib me fal namazin me xhamat, me fal ashtu siç Allah ka kërkuar prej teje, Allah ka me ta shtu kujdesin edhe më shumë që ti me fal namazin si duhet. Falëndero Allahun o dashurit e mi. Unë nisa në aspektin e namazit që është pas besimit, pas imanit, është çështja më e madhe. Po begatit e Allahut përballë neve janë të shumta. Që ata dhe Allahu tha, sikur se ju ti numëroni, filloni të mi numëru mirësit, begatit që Allahu ju ka dhuruar, nuk keni me mujt me i numëru ato. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi, nëse në filloni me i numëru mirësit, begatit që Allahu ju ka dhuru, s'keni me mujt me i numëru ato. Për atë, dashurit e mi,
Ne kem hak shumë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për atë apet po du me potencu që mos me dalë shumë më kthy tek me i lexu hadithe tjera. Neve edhe nëse falemi, edhe nëse bëjmë vepra të mira, nuk duhet vetë kënaqemi, se nuk dim te Allahu çka ka me na dal. A kanë me na u pranu ato veprat tona? Ky i bekum Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam veprat 100% pranume te Allahu. Xhennet li 100%, ama vazhdonte u falte tër natën, saqë ju ajishin komt e tij, ju fryshin komt e tij prej qëndrimit të gjatë në namaz. Tash kem me kuptu se si ka vepru me namazin e natës pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hadithin e tretë që e përmend Imamu Tirmidhi në librin e tij Virtytet e dërguarit thot anil Aswad ibn Yazid قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. Thot Aisha رضي الله عنها Shisha ma sporti, para se me përkthy këtë hadith para juve, shisha në kujdesin e selefit muslimanëve të parë hershëm, si unë kënd kujdesshëm me njoft traditën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ky Aswad ibn Yazid pyet nanën e besimtarëve, gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, si ka qenë namazi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës, si bonte ibadet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faqalet Aisha thonte, kana yanamu awwal al-layl, flinte thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën e parë të natës. Thumma yaqumu, pastaj u ngritte. Nëse ishte afër syfyrit, thot e falte namaz safat, ata ne falte vetëm se një reqat e falte kon namazin e dhitrit, pastaj thot u kthente në shtratin e tij, nëse thot të ndinte nevojë të kryen marrëdhënie me gruan e tij e bënte ato, kur ndëgjonte ezanin thot u çonte me freski. Nëse ka qenë gjunub thot merrte gusul, u pastronte, nëse jo merrte avdes edhe delte për me fal namazin e sabahit në xhami. Shqot dashurit e mi, vallahi l'adhim, unë nuk di kur muslimanët i ndëgjojnë këto veprimet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besoj se secili unë për veti personalisht, për ju them sinqerisht, unë ngnik nasi. U kënaqem kur i ndëgjoj këto fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasallam, shpresoj që edhe ju e keni të njëjtën kënaqësi. Ama shësho sa i kujdesshëm ka qenë ky bekum alayhi salatu wassalam, e merrte hisen prej natës e tij, që është adhurimi i natës, pastaj jepte hakun edhe familjes së tij, pastaj domethën delte me fal namazin e sabahit me xhamat. Po para kësaj, nëse ndalim te këtë hadith, në radhë të parë shësho Al-Aswad ibn Yazid se pynte dhe shësha të regon atat gatishmërinë dhe atat kujdesin që e kanë pas për me njoft traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunnetin e tij se ka fal namazin e natës. Prej kësaj është një mësim shumë i madh dashurit e mi që kanë thonë ulemat, kanë thonë se لأن الاتباع يتوقف على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Kanë thonë pasimi, ittibai thonë ndjekja e rrugës tij, çka nën kupton, ndalet ko te njohja e traditës së tij. Domethënë, me një fjalë, me kuptu këtë fjalë të ulemave që kanë thonë. Nëse ti e nje hedjen e tij, sunnetin e tij, traditën e tij, ti ato do thot e ke ndjek Rasulin e sa. Sa ti kur e nje ke me dasht, kur e nje ke me pasu. Për atë thot kana yanamu awwal al-layl, flinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën e parë të natës. Kur fillon nata është me rëndësi këtu tashme e bon një sqarim. Kur fillon nata sipas Islamit? Sipas Islamit nata fillon me perëndimin e diellit, me hyrjen e kohës akşamit, nata ka fillu. Por këtu në hadith kana yanamu awwal al-layl
flinte në pjesën e parë të natës e ka përcjell mbas namazit yatsis, se nuk ka flajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej akşamit deri në yatsi, ka urrejt këtë gjë me bo. Nuk e ka parapelqy me flajt mbas namazit akşamit. Pse? Se me bo me flajt gjumit si dihet ik do të thot namazi kuj, namazi yatsis. E kuptum do më thonë se nata fillon me përëndimin e diellit me fillimin e akşamit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flente me një herë mbas yatsis. Sa që pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e parapelqente mbas yatsis me ndajt njeri. Çka me thonë për ne, kuku për ne avdhal. Nuk po tut na mundal. Po tut na mundal për jetën ne si jetojmë. Ky bekum nuk e ka parapelqy me ndajt do më thonë mbas yatsis. Mbas yatsis ora me flajt. Pse se e ka prit pjesa tjetër e natës, mu fal. Pse na ka ka thot se ky vet na ka tregu sekretin e kësaj çështje. Shishaj hadithin e Abdullah ibn Amrit radiallahu anhu që na tregon, thot an nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amrit, i ka thon ahabbu as-salati ila Allah salatu Dawud wa ahabbu as-siyami ila Allah siyamu Dawud wa kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawma. Shisha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi tregon Abdullah ibn Amrit, po i thot namazi më i dashur te Allah është namazi i Davudit alayhi salam. Edhe agjerimi më i dashur te Allah agjerimi i Davudit alayhi salam. Çka ka bu me namaz dhe me agjerim Davud alayhi salam? Ndeshë tash ka thot. Kana yanamu nisfu al-layl, flinte ai gjysmën e natës. Gjysmën e natës flajken gjysmën e natës, pastaj falej në 1/3 dhe flinte në 1/6 e natës, si dhe një ditë agjeronte dhe një ditë hante. Këto është në këtë hadith që e përmenda, kur ti vjen rendi, tash nuk është rendi, këto është një bisedë interesante kur ka ardhur djali i Amr ibn Asit, Abdullahi, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se Abdullahi ky ka qenë ibadetçi ma. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur mi kallëzu se çka në kupton, se ky veç o fal, veç ka xheru. Audhan, është interesant, po kur ti vjen vakti, këto kem me marrë me shpjegu. Ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu, domethënë se tash po na tregon edhe atat njësin mat se si njeri duhet të natën, edhe vetë ka përvepruar kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk e ka lutur natën namaz. Jo. Një pjesë të natës është fal, pjesën tjetër ka pushu. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u çonte natën, gjysmën e natës, e falte namazin, e falte vitrin, pastaj u kthente në shtratin e tij, dhe ky hadith vetë na tregon që hadithin ne që e kemi përmend, ju afronte familjes tij nëse kish nevojë, kryente marrëdhënie me familjen e tij, pastaj flante, kur vinte me çu edhe ndite ezanin, u ngrit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një freski, kishte freski në trupin e tij, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose u pastronte nëse ishte gjunub, nëse s'ishte gjunub, merrte avdes dhe delte me fal namazin e sabahut me xhamat. Hadithin tjetër që e përmend Imamu Tirmidhi o hadithi Ibn Abbasit, tash na kallzon Ibn Abbasi ka shku një natë me bujt të tezja vet, e ka pas teze kon Mejmunën. Mejmunja ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ibn Abbasi, djali i ri, i vogël, ka shku te tezja vet me bujt. Realisht te burri tezës, kush është burri tezës? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur Ibn Abbasi te burri tezës vet, gjithsesi te tezja vet te Mejmunja, edhe thot ka dash me marrë vesh. A di sa i vogël ka qenë Ibn Abbasi, subhanallahu, se tash me bo mundon se cilën detaj, a din sa na merr kohën këto, po është me rëndësi subhanallahu sa të kujdesshëm në kohën. Ka ardhur Ibn Abbasi me marrë vesh qysh po falet natën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka shfrytzu me shku te tezja vet te Mejmunja, me ardh edhe me e po adhurimin që e ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shihaj tash ndëgjoj këtë hadith. فاتجعت في
عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل. Tash hadithu I gjatë në veç pe komentoj, pe spjegoj, pe përkthej në gjuhën shqipe, thot u shtreva thot në shtratin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për zgjerri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gruan e tij ra për së gjati. Thot deri sa ardh gjysa e natës, kur ardh gjysa e natës thot u ngrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, filloi tha me fërku ftyrën e tij, ky bekum Muhamedi alayhi salatu wassalam, I lexoi 10 ajetet e fundit surës Ali Imran, pastaj u ngrit tek ai caliku që kishte calik e kem kallzuar ligjërata të tjera, çka është fjala calik nën kupton përpara I kanë përdorë, kanë bën si lloj I briki me ujë prej lëkurës së kafshëve, edhe është përdor milat durt ose me marr avdes e puta diun, thot çik o kon e virum në muri, thot o afru thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek caliku I varur, ka marr avdes thot, pastaj avdesin e ka kryer në formën më të bukur, pastaj është ngrit mu fal. Pastaj thot është ngrit Abdullah ibn Abbasi, edhe ju ka afru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka kap thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në veshin e tij të djathtë, edhe e ka afru prej onës majt e ka qit nonën e djathtë. Thot atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nis me fal namaz, tash na ka zënë sa recate I ka fal. Fa salla rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn. Thot 6 marratin, domethën 6 herë ka 2 recate që I bjen 12, pastaj thot e ka fal vitrin në një recat që jon 13 recate, thot e ka fal krejt namazin e natës, pastaj thot ora thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me flajt. Ora me flajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon, domethën Ibn Abbasi na tregon se si e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethën numërikisht namazin e natës. Sot e ka fal në 13 recate. Tash këtu ka edhe një transmetim tjetër ka tek Aisha se I ka fal 11, herë I ka fal 13, herën 11. Po mos pyet thot Aisha radiallahu anha se si I ka fal këto. Çaq bukur I ka fal gjatë. Sa që një recat ka në transmetime e ka këtu surën Bekara edhe surën domethën surën Nisa. Pi Bekares deri në Nisa një recat ka ardhur. E përmend transmetime se ata ju kanë ai kom dashurit e mi. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash këtu ulemat kur kanë fol për këtë hadith kanë tregu pse pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka kap për veshi Ibn Abbasim prej anës tij të majt, se Ibn Abbasi kur ngrit namaz I ka dalë nonën e majt pejgamberit alayhi salam. Pejgamberi sallam e ka kap me veshin e tij të djathtë dhe e ka qit nonën e djathtë. Pse e ka bë këtë veprim, kanë thonë ulemat, e ka bë këtë veprim se dhoma ka qenë kanë qenë nërsir. No kjo po flasim për kushte para 1442 viteve. O konter për me e orientu, mos me lonaj mos me ditë ka me shku, e ka afru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj o përmend këtu I ka fal, domethën ka dy recate. Piksaj mësojmë se namazi natës falet në 2 nga 2. 2 nga 2 recate domethën, ose I fal 8 recate, 2 nga 2, domethën 4 herë nga 2, edhe pastaj ja bashkangjit vitrin 3 recate që është 11, që ka ardhur në transmetimin e Aishës radhiyallahu anha që I ka fal 11 recate, apo këtë transmetimin e Ibn Abbasit 13 recate, domethënë I fal 2 nga 2, 6 herë nga 2, edhe vitrin e fal 1 recat që bojnë 13 gjithsej. Hadithin tjetër që e përmend edhe me këto 2 hadithe të fundit realisht që edhe e përfundojmë këtë pjesë të ligjëratës, është hadithi I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po që ashtu e transmeton Ibn Abbasi, thotë kana an-nabiyyu sallallahu alajhi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'atan. Na tregon tash thotë I ka fal thotë 13 recate pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hadithi I fundit është hadithi Aishës, thot Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha lam yusalli bil-layli mana'ahu min dhalika an-nawm aw ghalabathu 'aynahu salla min an-nahari 12 rak'atan
Thot Aisha, tash po na kallzon këtë hadith një formë tjetër. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse natën nuk falej, do më thonë që, çka kupton? Që ka bova ki dhe mos më fal natën. Nuk o fal, edhe për mos faljen e namazit, kokon sebeb e kanë zonë gjumi pejgamberin alayhi salam. Atëre, gjatë ditës i falte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka thot? 12 rekate. E kompenzonte namazin e natës çka? Me 12 rekate. I falte 12 rekate. Kur i falte këto? I falte prej perëndimit diellit, falemni prej lindjes diellit, diku 15 minuta pas lindjes diellit, deri në kur është koha për mi fal këto 12, derisa dielli del në zenit, në mes të kupës së qiellit, domethënë është kjo kohë me i fal 12 rekate, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kompenzonte me këto. Disa ulema e kanë thujt, kanë thonë kjo është namazi i duhas, po ne me kaq po e përmbyllim se nuk dëshirojmë me zgjat më shumë se o zgjat gati parafrasisht 35 minuta. Me kaq po e ndalim edhe po e ndërprejmë aty ku ja kem qelluar pi mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, aty ku kem gabuar për me dhe shejtanit. Domethënë këto ishin hadithet e përzgjedhura që i kena nxjerrë në këtë kapitull, që tham janë 22 hadithe. Me kaq e përfundojmë këtë kapitull, do të vazhdojmë inshallah në javën tjetër tek kapitulli, domethënë i 41 që është salatu duha, namazi i duhas. Deri atëherë qofshi ju edhe ne në kujdesin e Allahut subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.